ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, salavat dhe selamet ja dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre më të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dashamir, të nderuar talebe e haxhiler të gjithë të cilët të bohemi siç e kemi zakon në çdo javë në shpjegimin e poemës së shquar Tuhfatul Atfal, në shkencën e tajvidit, ku shpresojmë që me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu të na bën dobi ky shpjegim dhe ky rrugëtim me të cilën kemi kaluar së bashku derisa arritëm edhe në përfundimin e shpjegimit të kësaj poeme të shquar e të dobishme shumë. Në dersin e kaluar shpjeguam ndarjen e fundit me të cilën Hoxha tham Suleiman al-Gjemzuri rahimahullah e filloi këtë poem kaq të bukur duke e radhitur me ato poezijat të cilat kushdo i cili i mëson ato poezia ai futet në çelësin e kuptimit të tajvidit dhe është si një fillestar i cili i dallon disa rregulla të tajvidit në drejt leximin e Kur'anit të Allahut xhalla xhelaluhu, ku ai foli për shkronjat me të cilët kishin disa rregulla, e të cilët ishin ato si Nuni Sakini dhe Tenvini, kur foli për rregullat e nunit dhe mimit me tashdid, një ashtu në kapitullin e mimit me sukun, pastaj për idgamul mithlein, mutaqaribein, mutajanisein, dhe pastaj e ndau pjesën tjetër të tuhfës së tij, kur ai foli për zgjatjet dhe ndarjet e tyre, si ndahen, cilat janë rregullat e tyre e kështu me radhë. Në ka ngelur që të folim, edhe pse Hoxha nuk e ka cekur këtu, pasi që e mbaruam me dullazimin me ndarjet e tij, e pastaj në përfundim, para se të përfundojmë, është një lloj zgjatje që na ato e lexojmë në Kur'an, e shqiptojmë atë dhe e zgjasëm atë, mirë po duhet të dimë dhe atë lloj zgjatje se në cilët pjesë të zgjatjeve bjen, në cilët lloje të zgjatjeve bjen, kështu që duhet ditur se na ato e lexojmë e shqiptojmë edhe e zgjasim dhe nuk e dimë se ndoshta në cilën pjesë bjen. E ajo është meddusile, quhet zgjatja e lidhëzës, apo në shkencën e tajvidit të dietarëve të cilët shpjegojnë rreth shkencës së tajvidit dhe shkencës së kirajeteve, ato e shpjegojnë duke e quajtur si ha'ud damir apo ha'ul kinaye. Çka është kjo hëja e vogël, një lidhës e cila lidhet në fjalët në gjuhën arabe, siç dhe në çdo gjuhë që ajo është prezent, është një lidhës e cila lidhet kjo hëja, dhe e shihni këtu, është e lehtë ajo hëja e cila është nga hëjat e lehta, normalja dhe esenca e saj është me hu, të lidhet për shembull lehu, hu, kurse nëse vjen para saj me i bihi, indehu, nëse vjen me jë me sukun alejhi, dhe me thonë këtë to, li rabbihi, lehu, la ta'khudhuhu, innehu, këtë këto lidhëza janë në gjuhën arabe i dedikohet, to janë për emra vetor, sikur në gjuhën shqipe që na i kemi, e ato janë për emrat vetor, të cilët ndahen, por kjo i takon ky për emër vetës së tretë njëjës, që është për ai. Gjithë kjo lidhës
bëhet me veten e tretë njëjës ai. Pra për anën mashkullore, jo ai ajo, për shembull veta të cilët i dimi, unë ti ai ajo, ne ju ata ato, njëjës veta dhe shumës, por ajo e cila ka të bëjë me këtë lidhëzën, he u damir, është për veten e tretë njëjës ai. Gjithherë innehu, sikur në çdo gjuhë, kurse në gjuhën arabe është më e madhe rregullat e tajvidit dhe rregullat e gjuhës së saj, në çdo gjuhë kjo përdoret pra veta, përdoret kjo lidhza për emrat vetor, por mos me u përsëritur emri dikuja vazhdimisht. Nëse thua filani doli të shkon, me njëherë nuk thua dhe filani vjen, por thua ai ktheu prap, ai vjen, ai shkoj, ai kështu, pra mos të përsëritet emri, po përsëritet ai, ajo e kështu me radhë. Dhe këtu në gjuhën arabe pra kjo hëja që quhet ha u damir, kjo lidhëza e premrit vetor të vetës së tretë njëjës, pra innehu ala raj'ihi laqadir, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, anhu fihi li rabbihi. Këtë kjo hëja, lidhëza e cila lidhet pra me këtë vetën ai. Pra përderisa të flasim për këtë pikë, padyshim se duhet ditur disa rregulla se kur kjo zgjatet, kur të thomi innehu huwa samiul basir, innehu huwa samiul basir, fihi hudan, dhalika alkitabu la rayba fihi hudan, fihi hudan. Pse këtu nuk e zgjasim të thomi fihi hudan, e dikon tjetër inda rabbihi la ta'khudhuhu, e zgjasim. Edhe kjo normal që i ka disa rregullat e saja. Në gjuhë, normal që i ka rregullat e shumta, por në leximin e Kur'anit, në kiraetin Hafs, i posedon disa rregullat të veçanta, si çdo kiraet, i cilin vete i ka disa rregulla në këtë lidhëzën he u damir. Kjo lidhja e hëjes e cila lidhet, dhe mu për atë ndahet zgjatja e lidhëzës këtij përemrit vetor, e cila lidhet pra me fjalët, me emrin e kështu me radhë, që do të lidhet. Pra padisi kjo që të lidhet, i posedon disa rregulla se kur të zgjatet. Kur të zgjatet 2 tone dhe kur të mos zgjatet fare dhe kur të zgjatet më shumë se 2 tone. E mu për atë, kjo një herit për ta kuptuar thjesht në Kur'an, normal se e keni vështirë edhe në Kur'an për ju, do me thonë dhe për ata të cilët do të lexojnë Kur'anin e Allahut xhelexhau, nuk do të jetë shumë vështirë problemi i kësaj, mirë, po për ta kuptuar një herët kjo vjen me këto kushte. Së pari herë vjen në mes 2 shkronjave të cilët janë mezanore. Para mezanore, pas mezanore. Dhe kjo të jetë mezanore, do me thonë kjo, kur të vjen para mezanore, pas mezanore, zgjatet pa problem. Nehu ala, qështu, la ta'khudhuhu sinatun. Gjithherë nëse para mezanore, pas mezanore, zgjatet sa me do tabii. Dhe këto e kemi të shkruar, për ta kuptuar pra me do silen, kjo he u damir, gjithherë në Kur'an, nëse para dhe pas ka mezanore me e i u shkronja tjera, kjo atëherë zgatet sa 2 tone. Ose me kush që mos të vjen hemze. Nëse vjen hemze, ndryshon çështja. Tamam? Do të folim për ato rregullat në të cilën bjen. Pse në me do tabi, pse në me do jo tabi. Por ta kuptojmë pse zgjatet. Pse ta zgjasim më shumë, rregull në kiraetin Hafs dhe të tjerët, që nëse vjen he u damiri, që kjo heja, kjo lidhza, nëse vjen në mes 2 muharraket, për shembull, mes 2 shkronjave të cilët janë me hareke, me e i u me vokale, kjo zgjatet. Dhe kjo vjen në mes 2 shkronjave me sukun. Mund para ta ketë me sukun dhe pas ta ketë me sukun. Nëse vjen para dhe pas me sukun, nuk zgatet, direkt lidhet. Tamam? Për shembull, në shumë raste, e cila lidhet bihil direkt, bihil ose fihil, edhe para me sukun, edhe pas, e kështu me radhë. Pra, shumë raste, ka të cilën nëse para me sukun dhe pas me sukun nuk lidhet, nuk zgjatet. Tamam? Nëse para me sukun e pas me zanore,
përsëri te Hafsi nuk zgjatet vetëm me një vend. Tamam? Nuk zgjatet, e kemi për qëllim zgjatjen sa 2 tone, tamam? Vetëm me një vend në të cilën ka preashtim. Këtë rregull e ka Ibn Kathiri prej kirajeteve, i cili nëse para me sukun, sigur për shembull fihi anhu min ladunhu. E keni pa në Kur'an vjen për shembull anhu, në me sukun hu. Nëse vjen para kësaj hëjes me sukun, për shembull kirajeti Ibn Kathira e zgjat sa 2 tone gjithherë. Mirë po Hafsi vetëm me një vend bashkohet me Ibn Kathirin, me një vend në surët Furqan, vetëm me një vend e lexon fihi muhana. E zgjat sa 2 tone e bën me du tabi'i, vetëm në atë vend. Normal rregullin e ka që mos me zgat. Se nëse para me sukun pas me zanore, kjo nuk e zgat, direkt e shkurton. Fihi huden, anhu, e kështu me radhë. Gjithherë nuk e zgjat, nëse para me sukun. Por vetëm në surën Furqan, del pi rregullit të vet, pasohet me Ibn Kathirin dhe e zgjat aty, duke thonë fihi muhana, e kështu me radhë. Po e ka dhe një rregull tjetër, është një rregull që kur tham se para dhe pas me zanore, e zgjat gjithkund, apo. Mirë po, del prej kësaj rregulle Hafsi dhe nuk e zgjat me një vend në surën Zumar, wa in tashkuru yardahu lakum. I kemi shkruar këtu për ta kuptuar. Yardahu lakum, yarda, e shikoni, yardahu lakum. Hëja me u, para me zanore dhe pas me zanore. Normal do të mos zgjat. Sa 2 tonët, nëse nuk vjen hemze, tamam? Por pse këtu e shkurton? Kështu ka ardhur transmetimi i Hafsit nga Asim e deri zinxhirit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ky është Kur'an i zbritur nga Allahu te pejgamberi sallam dhe i përcjellur, kështu lexohet. Pse aty rregulli është para dhe pas me zanor që të zgjatet, po këtu del prej rregullit të vet Hafsi dhe nuk e zgjat. Qysh e bën? Yardahu lakum, dahu lakum, dahu do të më zgjat, ja, këtu nuk e zgjat. Sigur atje pi rregullit del ku nuk e zgjat, fihi muhanan, këtu nuk e zgjat. A është e qartë? Por këto janë domethënë ato pjesët të cilët janë domethënë ato 4 llojet me të cilët kjo h nëse vjen zgjatet apo nuk zgjatet. Ka disa pjesë, normalja është për shembull nëse vjen para me sukun që ajo të lexohet për shembull me hu, po ka në disa vende ose nëse është me j-ja me sukun, për shembull para nëse është me kesre bëhet hi, nëse është para me dëm bëhet hu, j-ja e pason shkronjën në cila domethënë vjen para saj, tamam? Po ka në disa vende shembull që Hafsi nuk e pason ato. Ndryshon prej rregullit të cilët për shembull janë. Sikur në suratul Kahf, ajeti wa ma ansanihu illa shejtan. Ansanihu. A do të mos zgjat? Nuk zgjatet për shkak të sukunit. Mirë, po normal do të më lexo ansanihi. Krejt kur rro tjerë lexon wa ma ansanihi illa shejtan. Përveç Hafsit. Hafsi komplet del prej këtij rregulli dhe lexon i vetmi. Pse kështu? Kështu ka ardhur transmetimi pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka transmetuar nga Allahu xhalla xhelalu. Vetëm Hafsi e lexon wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an nadhkur. Ansanihu illa ash-shaytan. Dhe është një vend tjetër ku vetëm Hafsi del për rregullit normal alayhi la, ku është në surët Fath. Alayhi la Hafsi vetëm lexon alayhu Allah. Alayhu Allah. Vetëm Hafsi e lexon domethënë këtë hëjen me u, që ta bën lafdhul jalal fjalën Allah të trash, alejhullah, të tjerët alejhille. E kështu me radhë, por ka disa rregulla pastaj të cilët ndryshojnë në kirajete, sikur për shembull surën Naml fa alqih ilehim që e bën hëjen me sukun, që normal të tjerët e bëjnë domethënë me pas sukun prej kurrave, e kështu me radhë, po shkurt për ta kuptuar këto, neve na duhet kjo hëja ta dim kur zgjatet dhe kur nuk zgjatet. Por pas ka rast që nuk zgjatet fare, pas ka rast që zgjatet sa 2 tone dhe pas ka rast që zgjatet mbi 2 tone. Atëherë, për ta kuptuar këtë çështje na duhet ta ndajmë këtë h në dy lloje të zgjatjes. Pse? Për arsye se sipas konsideratës së zgjatjes së saj në Kur'an është dhe na duhet ta zgjasim, më problem është për ta vërejtur në Kur'anat, të cilët janë të Turqisë të shkruara, se këto tjerët i kanë shkruar ka vendosur disa shenja
që me treguar se zgjatet, nëse është për shembull zgjatja me u e ka vendosur një vav, nëse është me j e ka vendosur një si vë të vogël kështu, që to pjesët i kemi treguar aty, nëse është me j dhe nëse është me vav të vogël i kanë vendosur me treguar zgjatjen. Po problemi është se kur e din rregullin, a e ka vendosur a nuk e ka vendosur, nuk është problem. Dhe ti do të thonë ato e lexon. Por kur e zgjasim sa 2 tone dhe kur nuk e zgjasim sa 2 tone, atëherë ndahet kjo h, kjo vete, kjo lidhza, e cila është e përemrit vetor, ndahet në 2 lloje të zgjatjeve, që quhet ashtu meddu sile el kubra, meddu sile sugra, zgjatja e lidhzës së madhe dhe zgjatja e lidhzës së vogël. Si ta dallojmë tash këto? Pse kjo mos të jetë? Pse hoxha se përmendi këtu? Për arsye se këto të dy llojet e zgjatjeve, të dyja këto konsiderohen në bazat e zgjatjeve të cilat i mësuam. Nëse zgjatet 2 tone, bjen në cilën zgjatje? Në meddu tabi. Nëse zgjatet mbi 2 tone, bjen në meddil munfasil. E atëherë për ta kuptuar këtë si meddu sile sugra, çka do të thonë zgjatja e lidhjes së vogël, është kur vjen kjo h-ja, e cila duhet të zgjates para me zanore dhe pas me zanore, por mos të jetë sukun pas. Mos të jetë sukun apo mos të jetë hemze. Mos të vjen hemzja pas. Si të vjen hemzja? Prishet. Tamam? Atëherë çdo shkron që vjen, përveç hemzes, atëherë bjen në konsideratën e meddu tabi, në zgjatjes natyrore. Plot shembuj dhe i kemi cekur cilat janë për shembull, nëse thomi te ajeti kursia la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Sa e zgjatëm? Sa 2 hareke apo sa 2 lëvizje. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Innehu ala raj'ihi laqadir. Innehu ala raj'ihi laqadir. Sa u bon? Këto zgjatje gjithë janë me do tabi, gjithë ka 2 tonë. A është të gjatë? Li rabbihi lakanud. E kështu më radhë. Fa innehu nazzalahu ala qalbik. Fa innehu nazzalahu ala qalbik. Cilat shkruajnë e kanë ardhur pas hëjes, nëse e marrmi të gjitha, pas hëjes sini, pas hëjes lëja, pas hëjes aja, në asnjënë nuk e shohim që ka ardhur hemze. A është e qartë? E kjo bjen në cilën konsiderohet në meddu tabii. Shumë thjesht. Sa është zgjatja e saj meddu tabii? Po nëse vjen hemze, dalim prej meddu tabit, të futemi te një rregull atje e cila futet në konsideratën e meddul munfasil. A është e qartë? Si të vjen hemze meddul munfasil? Shembull kemi plot të saj. Për shembull, annama lahu akhlada. Ka ardhur hëja, shikoni? Pas hëjës hemze. Ose walahu aslama man fi samawat. Walahu aslama. Si të vjen hemze, zgjatet 4-5. Pra çka bëhet? Meddul munfasil. Kjo në konsideratën e meddul munfasilit, se vjen vesh edhe jo vesh. Por shembull, wa min ayatihi an khalaqakum. Normal nuk zgjat apo. Po pse zgjasim? Ka ardhur hemzja. Wa min ayatihi an khalaqakum. Një ashtu min ilmihi illa ma sha, min ilmihi illa bima sha, e kështu me radhë. Shumë do më thonë kemi lloje të kësaj zgjatje. Por shembull, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum. Shumë shembuj do më thonë të i shohim në Kur'an të cilët janë. Çfarë konsiderate bjen? Kjo bjen konsideratën e cilit rregull? Meddul munfasil. A është e qartë? Po meddu sile sugra bjen meddu tabi. Sa 2 tonë, sa 2 hareke, sa 2 lëvizje. Po kjo në cilën bjen? Meddul munfasil. Meddu sile kubra, meddu munfasil. Në konsideratën. Kur cekëm në fillim për zgjatje që i thamë se është edhe meddu sile, një sile që e ka bjen si në rregullat e meddul tabiit, është kjo pra kjo hëja me të cilën, dhe me thonë pak a shumë e shpjeguam shkurt, për ta ditur dhe për ta kuptuar, normal që veçohet pra me një përjashtim, me të cilën përjashtohen këto 2 fjalë në Kur'an, te hafsi ajo është fihi muhana edhe yardahu lakum. Kjo sa i përket, dhe me thonë, zgjatjes meddu sile. Ha u dhamir apo ha u lkinaje. Zgjatja e lidhjes, e jo kjo është e lidhja e premrit vetor, pra që është hu. Pastaj
na ngel që të dim se çka nëse ndodh që me një zgjatje të vinë dy shkaqe të zgjatjes. Të vjen një shkak për dy lloj zgjatjesh. Çka të bëjmë në këtë rast? Edhe mu në këtë rast duhet që ta dim. Meratibul mududi thojnë. Shkallat apo nivelet e zgjatjes. Gjithherë lexuesi i Kuranit duhet të dinë se normal me këto meratib, me këto nivelet, dhe me thonë shkon pjesë për ta kuptuar, por ato të cilat janë ma kryesore që neve na duhet, që na të punojmë te llojet dhe shkallat e zgjatjes. Shkojmë pite më i forti te më i dobti. Cila prej zgjatjeve ishte më e fortë? Kur folëm për zgjatjet? Meddul lazim, pse? Se tham meddul lazim pas shkronjës së zgjatjes, sukunin e ka bazor apo. Do të thonë sukunin e domosdoshëm. Kur vjen sukuni i domosdoshëm, zgjatja bëhet e domosdoshme. A është e qartë? Pra, më e forta e zgjatjeve vjen meddul lazim, pastaj meddul muttasil, pastaj meddul arid li sukun, pastaj meddul munfasil edhe meddul bedel. A është e qartë kjo? Dhe këta e kemi shkruar poezien e Hoxhës, i cili përmlodhi një dietar i shkencës së tajvidit, e përmlodhi pra me një poezi për të i radhitur rendin dhe radhitjen e këtyre zgjatjeve. Aqwal mududi lazimun fa mattasal fa aridun fa dhun fisalin fa bedel. Këto janë domethënë zgjatjet e radhitura sipas forcës së tyre. A është e qartë? Pite me du lazim, me dul muttasil, me du arid li sukun, me dul munfasil, edhe me dul bedel. Po me dulini ku është? Me dulini dhe me thonë është zgjatja më e dobët. Se është zgjatja e le, e but. A është e qartë? Po mirë, çka do mi të thojmë me këto, kur thamë se nëse me një zgjatje, tash për ta ditur cila është më e forta, cila është më e dobta, dhe me rënë, sipas forcës duke u radhitur këto. Atëherë nëse ose nëse vjen një zgjatje me dy shkaqe të zgjatjes. Vjen një shkronjë e zgjatjes, vjen zgjatja, po i ka dy shkaqe të zgjatjes. Me cilën duhet punojmë nëse bashkohen kështu? Banja mend se duhet me u punu me cilën me më të fortën. Ajo më e forta e merr. Për shembull, te fjala Amin al-Bayt. Në ajetin e 2 të surës Al-Maida, ka ardhur ajeti wala Amin al-Bayt. Tash hamzja para, edhe pastaj ka ardhur me thonë elifi që është shkronjë e zgjatjes. Tash ka ardhur min, sukuni, i cili është dhe me thonë sukuni bazor, apo sukuni i domosdoshëm. Tash këtu e kemi me du bedelin, pse hamzja ka ardhur para shkronjës së zgjatjes e elifit, dhe një ashtu e kemi sukunin pas shkronjës së zgjatjes. Dhe me thonë dy shkaqe në një zgjatje. Cilën duhet ta marrim, cila e merr këtu dispozitën, hukmin, vendimin? Dhe me thonë këtu e merr meddul lazim kelimi muthaqqal. Amin al-Bayt al-Haram. A është e qartë? Nuk thua shembull meddu për këtu edhe meddu bedel edhe jo, përderisa janë bashkuar me një zgjatje dy shkaqe, cila është më e forta? Meddul lazimi. Meddul lazim e merr, dhe me thonë dy anë, nëse është kjo më e forta e merr emrin dhe vendimin e saj, të thuaj këtu çka është atëherë Amin al-Bayt, këtu thua meddul lazim kelimi muthaqqal. Zgjatja e domosdoshme e fjalës së rrugë. A është e qartë? Ose nëse bashkohen në një shkak dy zgjatje, dy lloj zgjatjes. Sikur për shembull që kanë ardhur wa ja'u abahum. Ja'u. Tash kjo uja me vav. Ja'u abahum. Edhe me du muttasil, nëse vërtet edhe me dul bedel. Ja'u plus kësaj me dul munfasil abahum. Çka duhet të bëjmë? Nëse bëhet një shkak për dy lloj zgjatjes, punojmë me të dyja. A është e qartë? Tham, nëse në një zgjatje janë dy shkaqe të zgjatjeve, me më të fortën. Nëse me një shkak i bën dy lloj zgjatjes, i përmbledh, atëherë çka bëjmë? Bëjmë me të dyja. Ja'u abahum
وجاءوا أباهم. Në surën Yusuf apo وجاءوا أباهم. Domethënë edhe me medu bedel, nëse ndashëm جاءوا. A është të qartë وجاءوا أباهم أباهم. Ai shumë rreth. A e kuptoni këtë pjesë? Po domethënë nëse me një zgjatje vjen dy shkaqe, më e forta. Nëse në një zgjatje, nëse një shkak i mban dy zgjatje, punojmë me të dyja. Një ashtu është pastaj domethënë radhitja me më të fortën, nëse janë domethënë këto pjesë do të më punoj me të dyja, me ja u dhon hakun për shembull atyre. Nëse thomi për shembull kur folëm për shkaqet e zgjatjes dhe radhitjen, tash e ndëgjon shumë herë dhe kjo është shumë e dobët që të ndodhë të lexuesi që mos t'ja jep hakun asaj zgjatjes që është më e forta me dy lezim, e pastaj ti ta marrësh me forcë ose ta zgjatësh atë e cila është më e dobët se sa me dy lezim. Për shembull, nëse thomi ghayril maghdubi alejhim wala dhallin. Këtu sa lloj zgjatje kemi? E kemi edhe me dy lezim, el kelimi muthaqqal, edhe kemi edhe me duar el sukun apo. Po mirë, tash gabimi ku ndodh këtu? A mundet që ta shkurtojmë me dy lezim e ta zgjashim me duar el sukunin gjashtone? Me dy lezim duhet të zgjatet dhe nuk ka kompromis përveç se gjashtone. Lin kemi dy, lin 4 dhe lin 6 të me duar el sukuni. A është e qartë? Po shumë gabim që ndëgjojmë për shembull ndoshta hoxhallar hafizllar, e bëjmë një gabim që nuk duhet ta bëjmë të tillë, e zgjat me duar sukuni për me bë melodin me dal linin e shkurtër. Wala dhallin tu bë melodi. Allah çdo sen e ka hakun e vet. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal. Më të fortat e cila është nga zgjatjet është me du lezim, pastaj muttasil, pastaj arid, lisukun, munfasil edhe bedel. A është e qartë kjo pjesë? E në shumë raste për shembull, gjithherë duke ia dhënë hakun e çdo zgjatjes normale të cilat do të vinë. Cila do zgjatje që vjen, sipas hakut që e ka, ja jep hakun e saj në zgjatje kështu me radhë, prapë që të dalim prej kësaj e mos të vonohemi më shumë. Kjo ishte ajo sa i përket domethënë atyre niveleve me të cilët domethënë kuptohen zgjatjes sipas radhitjes që të i dini dhe të dini se si të veproni, cilës zgjatje më shumë ti domethënë duhet me ja dhon hakun asaj. Pse për shembull? Për arsye se tham pse është më e fortë, për shkak se shkaku në to është më e fortë. Ku ta kuptojmë se zgjatja është më e fortë? Cila zgjatje është më e fortë? Do ta shikojmë shkaku i zgjatjes, cili është më i fortë. Dhe me do lezim cili është shkaku? Sukuni i cili është i përhershëm aty, sukuni domosdoshëm. Por nëse nuk është sukuni domosdoshëm, bjen forca e saj apo. Pastaj shkaku te me do mutasi, pse me një herë pas me do lezimit vjen mutasili? Por shkak se shkaku i saj është i fortë. Hemzja pas shkronjës zgjatjes dhe është në fjalë. Shkaku i saj është i fortë dhe zgjatet domethënë 4-5 tona. A është e qartë? Po pastaj me një herë domethënë tjetër shkaku më i dobët e shkaku më i dobët e kështu me radhë, pra sipas shkakut, sa më i fortë që të jetë shkaku i zgjatjes dhe ngritet domethënë forca e saj në gradë në radhitje e kështu me radhë, pra me këto përmbyllet domethënë çka ka të bëje me zgjatjet dhe llojet e saja, dispozitat e saja, vendimet e saja. Mendoj se e keni të qartë dhe të kuptuar në Kur'an inshallah që mos të bëni gabim në mënyrat e zgjatjeve, në llojet e zgjatjeve kur të lexoni dhe pastaj të futemi pra tash në përfundimin e poezisë me të cilën e përfundoi Hoxha Sulejman el-Xhamzuri rahimullah, i cili e filloi këtë poezi subhanallahu shumë të famshme me të vërtetë se dhurat në veti dhe një aromë në veti, dhurat e çmuar për secilin i cili i mëson rregullat e saja, me të vërtetë të shkurta, të pakta, të vogla, por të mëdhaja shumë për secilin i cili i përvetëson ato. Hoxha e përfundoi me disa poezia, duke thënë wa tamma dha nadhmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Alhamdulillah, falenderojmë Allahun xhel xhelaluhu që u plotësua kjo poem me të cilën e filluam pa pengesa dhe pa ndonjë problem me të cilën mund të haset domethënë në to. Elhamdulillah, tha që Allahu xhelalu na e mundësoi plotësimin e saj dhe arritjen e saj
dhe na një ashtu thome elhamdulillah që Allahu na mundësoi që na ta fillojmë e të jetojmë së bashku me këto dhe me këto rregulla të çmuara, të cilat janë shumë të nevojshme për ne. Elhamdulillah që arritëm edhe ne që ta përfundojmë. Mirë, po diçka interesant hoxha tha, abiyatuhu naddun bada lidhinnuha tarikhuha bushra liman yutqinuha. Nëse marrëm këtë varg të kësaj poezie, këtë rresht me të cilën pas falënderimit në Allahun xhallahu që u plotësua kjo poem në këtë poezie, në këto rreshta, tha abiyatuhu naddun bada. Çka dështi me thonë këto? Rreshtat e saja janë naddun bada, tha naddun i thoi një lloj prej llojeve të parfumit dru që është në lloj parfumit ndezet dhe ajo pasi që të dhezet jep erë të mirë. Pra me këto do të thotë se është aq shumë e çmuar që kush merr dhe i përvetson ato e ka atë erën e bukur të mirë të cila shfaqet nga kjo vazhdimisht që rrjedh dhe vazhdimisht njerëzit marrin mësim nga kjo. Dhe me të vërtetë se është bedun nada lidhinnuha. Kjo është një dhurat e madhe si një lloj parfymi me të adhuruar hedije dhe dhurat për ata të cilët janë zotët e mendjes. Ata të cilët i kushtojnë rëndësi dhe ata të cilët mundohen që të i përvetsojnë këto poezia, këto rregulla për të i mësuar, tarikhuha bushra liman yutqinuha. Edhe historia e saj është për gëzim me të vërtetë për atë i cili do të i përvetson këto rregulla. Do të jetë për gëzim se do t'i din rregullat e leximit të Kur'anit. Nuk do të fajsohesh, nuk do të përqeshesh se s'din me lexuar Kur'an. Nëse ti i lexon, do me thonë, spaku i përvetson çito rregulla si fillestarët të cilët i ka cekur hoxha. Kjo është, do me thonë, kështu nëse e përkthejmë, kjo e dukura e fjalëve. Por subhanallah, gjuha arabe, do me thonë, ka dhe diçka më interesant, dhe një mrekulli interesant, e cila mshehet këtu në gjuhë dhe hoxha e ka përdor këtë. Kuptimi i msheft në këtë poezi është që hoxha i ka ruajtur, na i ka cekur dhe rreshtat e kësaj poeme. Kur tha abiyatuha naddun bada, me çto fjalë, me çto shkojnë n-ja, d-ja, b-ja, naddun bada lidhinnuha, do të thonë b-ja, d-ja, alifi, këto duni ta dini se shkruanët në gjuhën arabe një ashtu posedojnë dhe numra. Për shembull, është një rregull të gjuhës arabe që përdoret abjad, dahaz, huti, nasa, këto të cilët janë kelem, këto janë fjalët të cilët përdoret prej te elifi e deri te j-ja, një shembull me numra, nëse them elif 1, b 2, t 3, th 4, 5 deri te j-ja. E pastaj vazhdojnë 10, 20, 30 deri te, do të them, duke i përmbledhur shkronjat të cilat janë huruful ebjadije që i thoj. Do të thonë shkojnë në arabe për mbledhen dhe numrat, të cilët njohen me numra deri në nimishën. E më bërat hoxha këtë e përdori nunin, pastaj bëjën e kështu më duke e cek për shembull nunin sikur numër të shkronjave, me thonë për shembull 50, noja 50, bëja 400 plus 200, që të na i tregon, do të thonë neve, se sa është numri i poezijave. Pse më shehej këtu? Që mos vjen dikush e të shtin poezi e të mangëson prej poezisë së tij. Të shton diçka apo të shton e dim na se abiyatuha badun naddun bada. Abiyatuhu naddun bada. Do të thonë poema e cila është shkruar tuhfe të letfal i ka 61 rresht të poezijave. Kaq. Vetë hoxha na tregon me numër që mos dikush të luan, ai që se kupton për shembull naddun bada, na i tregoi numrin e rreshtave të kësaj. Që ai e shkruajti dhe pastaj i ruajti me numra që ta din. Tarikhuha bushra liman yutqinuha. Kjo fjala bushra liman yutqinuha na e tregoi edhe vitin kur e ka shkruar. Nëse i marrmi bëjën, shëjën, rojën, ato lejen, minunin, këto me numrat të cilët radhiten 1198. Viti 1198, të cilën e shkruajti hoxha kit. Na i mshef ku në poezijet që nëse i lexojmë abiyatuha naddun bada lidhinnuha tarikhuha bushra liman yutqinuha, ne e kuptojmë thjesht, kuptohet se poezijet e saj, rreshtet e saj janë si një dhurat e madhe, si një parfym me të cilën i jepet atyre të zotëve të mendes dhe historia e saj kushdo që do ta përvetëson do të jetë për gëzim për to. Kush i mëson këto? Po brenda, kjo kuptimi i jashtëm, kuptimi i brendshëm, ai simboli që fshefet brenda,
Dhe me thënë është se kjo poezi i ka rreshta 61 e shkruar në vitin 1198. A është dhe qo? Dhe me thonë kjo është ajo mençuria e madhe të cilën ka përdorur, pastaj i tha thumma salatu ma salamin daimi, pastaj duke qenë salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, dhe tha wal alihi wa sahbihi wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Qofshin salavat dhe selamet mbi pejgamberin sallallahu mbi familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët do ta pasojnë ato dhe do ta lexojnë librin e Allahut e do ta ndëgjojnë. Kaq kështu e përfundon hoxha këtë poezi të famshme që me të vërtet Sulejman al-Xhamzuri rahimullah ka qenë domethënë një hoxh i madh i cili ka kontribuar shumë në lëminë e tajvidit, në shkencën e tajvidit, i cili pra Xhamzuri e ka marrë për shembull për shkak të vendit, domethënë me të cilën ka ardhur ai i Egjiptit nga shteti i cili është i njohur i Egjiptit, nga vendi Tanta, po ka marrë diturinë edhe nga Nuruddin al-Mihi. Edhe ky e ceka që në fillim, apo kur e fillon çu që filloi poeziat, në fillim kur tha yaqulu raji رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال كيف تبوزية تشيتسيكو ثاي كمي مر بيكو ديتورين شي كامور nga hoxha Nuruddin al-Mihi hoxha i vet. Edhe në fund një ashtu tha wa tamma dha an-nadhmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi e kështu me radhë. Deri te në fund domethënë të poeziave që qofshin salavatet sallallahu alaihi pejgamberit sallam, familjen e gjithë ata të cilët do ta pasojnë e do ta lexojnë këtë libër, e do të ndëgjojnë, pra do të jetë me të vërtetë se një përgëzim i madh, ku shpresojmë që inshallah ju ka bë dobi juve, edhe më ka bë dobi edhe mua shpjegimin. E inshallah lusim Allahun xhelexhau që ky shpjegim të ngel dhe për ata të cilët do ta shiqojnë dhe do ta ndëgjojnë, e kushdo që do të ketë nevojë në këto pika të shkurta që të interesohet me të vërtetë se ndoshta njerëzit e neglizhojnë, po këto rregulla janë shumë të nevojshme për muslimonin që ai domethënë të ilmëson dhe të i fut në praktik. Ne pastaj do të mundohemi që të i fusim pra në praktik. Tashmë nuk kemi diçka vetëm se të nxjerrim ta shohim mësimin të cilën e kemi mësuar në praktik. Sa e kemi kuptuar dhe sa jemi domethënë të gatshëm që ta lexojmë Kur'anin e Allahut xhella xhelaluhu pa gabimet në tajvid, duke lutur Allahun xhella xhelaluhu që Allahu ta bën të dobishme për ju dhe për ne dhe për gjithë muslimanët. E Allahu xhella xhelaluhu të na mundson që ta lexojmë librin e tij natën e ditën, na boft librin e tij pranverë zemrës tonë e ta lexojmë ashtu sikur që ai don nga ne, të sakt ashtu sikur që ka zbritur nga ai te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe të gjithë ata burrat të cilët e kanë përcjellur te ne duke e lexuar mirë e sakt, duke u munduar që të marrim sevap sa më shumë e shpërblim në leximin e tij, ku shpresojmë që ndoshta të na mundson Allahu xhela xhelaluhu ajo e cila vijon në shpjegim të tajvidit, është një libër tjetër që ka shuajtur Ibn al-Jazariu, burri i kurrave, i cili ka shkruar i kësaj lëmie, është një libër i thënë Muqaddimet Ibn al-Jazariu. Ai ka folur atje për shkronjat, si dalin shkronjat, si shqiptohen shkronjat, në cilën cilësi të shkronjave bjen. Ndoshta te na e gjejmë e vendosin një titull qalqale. Ato 5 shkronjat të cilët janë të qalqales, apo Qutbu Jaddin, Qafi Taja Beja Xhimi Dal. Tamam? E vendosin si titull vetë kur da mësojmë Qutbu Jadd. Këto janë cilësitë të shkronjave. Cilësitë e shkronjave të shumta që duhet të mësojmë ku dalin, si formohen, ku folëm më herët për shkronjat, domethënë pse, ku, si, kur folshmi për mithlen, mutakaribin, mutajannisein, këtë ka të bëje me vendartikulimin e shkronjës, edhe cilët janë cilësitë që e përbëjnë atë shkronjë. Inshallah Allahu na mundëson që na të shpjegojmë librën vijim që është me shkencën e tajvidit, që është shumë e nevojshme, por mos me pas problem mon shqiptim të shkronjave, është Muqaddimet Ibn al-Jazariut dhe aja i përmbledh pastaj dhe rregulla të tjera domethënë të tajvidit si hukmu ran, për dhajen, për dhejen, shumë disa domethënë rregulla të tjera, po më e veçanta është që dallohet me sifatul huruf edhe me kharjul huruf. Vendalet e shkronjave, edhe vendartikulimit të shkronjave, lutim Allahun xhella xhelalu që të na mundson inshallah në vijim që ta shpjegojmë dhe atë libër, e cila vijon pas kësaj është ajo e nevojshme, po tash nëse Allahu xhella xhelaluhu na ka caktuar një gjë të tillë, inshallah shpresojmë që në vijim të jemi pra me atë shpjegim, po një herë do të kalojmë
që ta jetojmë këtë shpjegim të kësaj poeme të bukur e të shquar me të vërtet për gëzim për gjithë ata të cilët i përvetsojnë. Ju lumt Allahu ju shpërbleft edhe një herë që keni marrë pjesë gjatë kësaj periudhe në shpjegim. E di që ju kam lodhur, ndoshta edhe se ne kemi kuptuar pak se më vështirë, se kemi mshuar pak më shpejt kemi kaluar në shpjegim, por mos më zgjatër dhe mos më u bezdisur shumë, mu për atë pra kemi marrur si shpejt, shkurt për të i kuptuar dallimet. E ndoshta është problem për të i kuptuar, por mendoj që përderisa i keni ndëgjuar një herë do ka shpjeguar, rikthejuni edhe në internet, në YouTube, ku do të shfaqen videot disa herë që ta kuptoni nëse nuk e keni kuptuar, po edhe nëse s'keni kuptuar, mund të na kontaktoni, këtu jemi për t'ju shpjeguar, do të mundohemi në praktikë inshallah. Kaq pra e mbarojmë këtë rrugtim të bukur me këtë shpjegim të bukur, me të cilën jemi kënaqur në jetesën që jetuam me këtë kohë të famshme që e kalojmë së bashku me ju në këtë shpjegim të kësaj poeme. Lutim Allahun xhela xhelalu që Allah ta pranon nga ne. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hajde nxjerrë këtë fundit. Sa lloje zgjatje kemi? Këtu kemi 2 lloje zgjatjeve. E para është me du lazim kelimin musakkal, e dyta është me duarili sukun. Bravo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Bravo. Hajde shtetin nxjerrim. Alif Lam Mim. I kemi 2 lloja të medu lazimit. Medu lazim në harfi muhakkal, medu lazim harfi muhaffaf. Bravo. Do të thonë lam harfi muthaqqal, mim harfi mukhaffaf. Bravo. Hajde këtë tjetrën ajet, të tjerë da nxjerrim. Bravo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Hajde nxjerrë të shumë që kemi mojtë me prej të gjvidit. إني مدتبي حرف جن مشدد للذين مدتبي سماوات مدتبي هذا أقول دش كم السماوات لم شمسية شفت برافو والأرض لم قمرية شفت برافو حنيفة إدغام قلنا أنا صايب مدو طبي حنيفة مدو إدغام قلنا وما أنا
Çfarë zgjat e kjo? مد منفصل من المشركين أبشر المشركين لم قمرية هذا لم شمسية شو هذا لام شمسية هذا لام قمرية تدوية المشركين لام قمرية هذا مدور للسكون çështë. Hajde Ibrahim vazhdo aty ku e la Mustafa. وحاجه قومه قال أتهاجوني في الله وقد هدان وهاج مد لازم كلم مثقل جاهوك المد السلة صغرى قال مد طبي أتهاجو كلمة دلوية مد لازم شو مد لازم مشكلة؟ كلم مثقل في الله في الله لام شمسية وقد هدان سكم قال هذا مثلا دار من هدان مدوارة للسكون مثلا دار من مدوارة للسكون بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك أبداه زكريا. هذا نزيل تشتشون كاف مد لازم حرف مخفف. هيا janë me du tabi. Dhe me thonë, s'janë me du lezim këto? Ja, se janë veç me dy shkrojna. Ain me du lezim harfi muhafef, edhe sadi el me du lezim harfi muhafef. Sa lloj gjatë kemi të ajni? Të ajni kemi dy lloj zgjatjes, një e mesme dhe e lartë, 4 ose 6. Bravo. E nëse ai vazhdo tash këto ajete tjera? Dhikru rahmati idgam mislein kebir. Bravo. Rabbika abda kalkale. Abda hu za është alimadul sile sugra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون ولا أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها إليه يرجعون. Bravo. A ka të kjo ajet me dusile sugra dhe me dusile kubra që e mësuna? Wala u me dusile kubra. Bravo. Dhe këtu wali jau wa ilaihi me dusile subra. Sugra, bravo. Bravo.